Belin, ti je në kryetari PD sot dhe a je ti dhe disa të rinj të tjerë njerëzit që po përgatiten për të marrë drejtimin e PD-s nesër? Pas Berishës, po e quajmë pas epokës së dytë Berisha. Shiko, këto nuk ta them dot në aspektin e tjerëve. Ripërtëritja këtë duhet këtë qëllim për finale. Ripërtëritja kishte për qëllim rinovimin e plot strukturave drejtuese të Partisë Demokratike, thithjen e prureve të reja, talenteve të reja, pse jo edhe të rinjve që kanë vite që punojnë në Partinë Demokratike, japin kontribut, por që nuk kanë patur mundësinë të afirmohen. Por nga ana tjetër, secili do duhet bëj rrugën e tij, Elvi, sepse pastaj mund të kemi skenare të tjera të përsëritshme, siç ishte skenari Lulzim Basha. Po lere skenarin. Pra, a ke ambicie ti që një ditë të bëhesh kryetari i PD-s? Elvi, një qenie politike që nuk ka ambicie i ka rënë në qafë këtij profesioni. Pra thën këtë, nëse je në politik dhe thua dhe jem politik aktive dhe në nivelet larta të drejtimit, dhe thua nuk kam ambicie, thjesht e duke gënjur. Faleminderit për përgjigjen e sinqertë. Patjetër duhet jemi sinqert 100%. Patjetër secili do duhet ta bëjë rrugtimin bazuar në kontribut, në performancë, në kohë, në lodhjen sakrificë dhe në dhënje provash. Do duhet japësh prova edhe për ata njerëz, se këtu duhet ndalim PD-ja, që kanë 14 vite, ne pas 2 javë shym në vitin e 14 opozitës, që qëndrojnë opozitë. Dhe PD-n e mbajtën edhe në 2021-shin, kur zoti Berisha u sankcionua non grata, pas një provë, kur nisi çarja e madhe dhe skizma e madhe në PD, edhe atëherë PD-n e shpëtuan antarët, baza e kësaj partie dhe demokratë të thjeshtë dhe militantë të thjeshtë. Pra, për t'i dhënë prova atyre njerëzve do duhet një rrugtim shumë i gjatë dhe do duhen sakrifica konkrete.